Të dashur shqiptar, dashamirësit e mi më pyesin se pse nuk dalun në televizionet private ose në televizionin shtetëror. Disa nga këta moderator janë miq të mi ose miq të familjes sime. Megjithatë unë nuk komunikoj me ta fare. Kam një arsye të thellë. Kam vënë re që të gjithë moderatorët përpiqen të nxjerrin gjuhën shqipe, gjuhën më të vjetër në botë. Dhe tani do të rregoj një fjalë shumë të bukur, shqipe, fjala bjeshk. Si u formua ajo? Fjala bjeshk është gjetur në një dokument në Thraki të dashur shqiptar, nga unë, në rasën kallëzore, njejës. Dhe kjo nuk gjendet në greqisht. Në gjuhën greke kjo është voski. Pra në gjuhën greke ka ndodhur ndryshimi i b-s nistore në v. Ka qenë dikur boske, bjeshk. Dhe në rasën kallëzore nuk është gjetur kur në greqisht. Çka bër greqishtja? Fjalët e ilirishtes dorike i ka marr, i ka huazuar, i ka futur në fjalorin e saj. Kur ka ndodhur kjo? Në shekullin e 6 të erës sonë, në Akademinë e Bizantit është njësuar dialekti dorik dhe ajatik, është krijuar gjuha e perandorisë bizantine ose gjuha e perandorisë së Romës së dytë në Konstantinopol. Kjo është arsye që shumë fjalë që gjenden në dialektet ilire në greqisht janë të mësuara. Unë po bëj listën e plot të fjalëve të mësuara, do me thënë të futura me forcë në fjalorin e greqishtes së sotme. Pra çfarë është greqishtja e sotme? Ajo është një gjuhë enciklopedike. Është një lloj sikur dikush të marrë frëngjishten, italishten dhe spanjishten, t'i mbledhi bashkë dhe të përpiqet të rikrijojë një gjuhë të lashtë, duke mos e ditur që kjo është gjuha latine. Pra grekët në pamundësi për të gjetur gjuhën e tyre të lashtë, origjinale, mbledhin këto dialektet e lashta helene dhe kanë rikrijuar atë në shekullin e 6 si gjuha bizantine. Është një vepër shumë e mundimshme që ata kanë bërë. Dhe për fat mirë, fjala bjeshk nuk gjendet pra në gjuhën greke, nuk gjenden rastat. Ta shikojmë sepse është shumë e bukur. Kjo gjendet vetëm në gjuhën shqipe. Të dashur shqiptar, jam shumë krenar që jam shqiptar, sepse gjuha jon ka ruajtur fjalën bjeshk, varianti dorik. Në gjuhën greke kjo është voski, eja fundore tregon që është varianti atikas, ndërsa bjeshka me a në gjuhën shqipe tregon që kjo është varianti dorik, i cili është folur në Ilirinë e Veriut. Dhe tani, po ta shikojmë rasa emërore, voski, që ka qenë boske, është një lloj si rasa kallëzore. Voski, boske, sepse në gjuhën greke është shkrirë rasa emërore me atë kallëzore. Dhe tani do t'rregoj një dokument që kam gjetur në Thraki, ose në pjesën tjetër të Ilirisë. Të dashur shqiptar, ky është dokumenti origjinal i shekullit të 4 para erës sonë, i gjetur në Thraki, dhe këtu është në rasën kallëzore si në shqip. Bosken, që në shqip është bjeshkën. A nuk është kjo madhështore? Kjo nuk është në greqisht, nuk është regjistruar asnjëherë. Pra gjuha greke e ka marrë këtë fjalë nga ilirishtja dorike dhe e ka bërë pjesë të gjuhës enciklopedike greke. Pra gjuha sotme greke është përfshirja e të gjitha dialekteve të lashta helene në një gjuhë të vetme të njësuar, dhe kjo ka ndodhur në shekullin e 6 të erës sonë në Akademinë e Bizantit. Të dashur shqiptar, fjala boske, që në greqishten e sotme është voski, është krijuar nga folja bosko, që do të thotë ushqej bagëtin, të dashur shqiptar. Pra kjo është në gjuhën helene, është e sigurt, padyshim, mirë po kjo fjalë është gjetur në gjuhën polake, beskide janë bjeshkët. Kjo tregon që ilirët kanë udhëtuar përtej Danubit dhe kanë hyrë deri në Europën qendrore, dhe këtë dim edhe nga toponimet ilire të gjetura në Gjermani, po ashtu në Austri, të dashur shqiptar. Është e sigurt kjo, dhe sipas Plinit ilirët flisnin dialektin graja, që është nga ishulli Graja, ishulli i perëndisë Demeter, të dashur shqiptar.
Fjalë për fjalë, graja do të thotë perëndia e thinjur e Demetrës gjatë dimrit, kur ajo trishtohet që vajza e saj Persefona është rrëmbyer nga perëndia e nëndheshme, Hades. Për shkak se bimësia zhduket gjatë dimrit, kjo shpjegohet me zhdukjen e Persefonës. Pastaj, në gjuhën helene, kjo quhet Akaja, gjithashtu ankthi i Demetrës, zbulimi im. Pra, edhe graja do të thotë Demetra, edhe Akaja do të thotë Demetra, që të dyja janë mbiemra të kthyer në emra në gjuhën ilire, ndërkohë që emri Graja kalon në Dalmaci tek ilirët Japyg, pastaj nga ilirët Japyg shkon tek Daunët, Mesapët dhe Peuketët, 3 qytetrimet të Japygëve në Itali. Ata marrin me vete emrin Graja. Prekëndej vjen emri Graikos ose grek, do të thënë ai që do perëndin Demeter. Ndërkohë që Akejt mbajnë mbiemrin e dytë, i trishtuar, i hidhëruar, Akaios. Kjo është origjina e Akejve, të dashur shqiptar, përmendur për herë të parë nga Homeri. Ky është emri më i vjetër i tyre. Pra, as Akejt nuk e njohin emrin Hellas dhe as ilirët nuk e njohin emrin Hellas, është i panjohur për ta. Kur u larguan Japygët nga Graja dhe kaluan në Dalmaci, pastaj në Itali, morën me vete vetëm mbiemrin Graja i thinjur. Kjo është madhështore. Po ashtu, fjala Boska është e dialektit dorik. Do të thotë bagëti e ushqyer, fjalë për fjalë, është emër folor të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, ky zbulim është epokal, sepse tregon që emri i Butrintit është gjithashtu me origjinë ilire. Vjen nga fjala bagëti, nga fjala lop, nga fjala me ushqy lopët. Edhe monedat e Butrintit ishin me figurën e lopës, të dashur shqiptar. Dhe kjo tregon pra që Butrinti i takon Iliris, i takon shqiptarve. Kjo është fjala më e rëndësishme e gjuhës shqipe, nuk na e marrin dot Butrintin. Fjala Boska, bjeshkët, është me origjinë dorike. Fjala Boske është me origjinë dialektin antikës. Janë të dy dialekte helene, kuptohet, por ilirët flasin dialektin dorik, të gjetur nga unë në të gjitha mbishkrimet e folura në Thraki, Dardani dhe Dalmaci. Janë mbishkrime helene, kuptohet, të gjitha, por dialekti dorik. Plini këtë e quan gjuha Graja, do të thënë gjuha greke, gjuha ilire, të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Japygët ishin helen. Por nuk e dinin, nuk dinin gjë fare për fjalën helen. Ata u shkëputën nga Hellada që në shekullin e 8 para erës sonë, të dashur shqiptar. Fjala Boske në gjuhën dorike është Boska, ka hyrë në gjuhën polake. Beskidet janë bjeshkët në gjuhën polake, të dashur shqiptar. E jashtëzakonshme. Është një nga toponimet më të bukura ilire në Europën qendrore. Pra fjala polake Beskidet është në numrin shumës, do thot bjeshkët, fjalë për fjalë, është e pastër fjalë helene e dialektit dorik. Dhe kjo ka kaluar nga gjuha trake, siç po e shikojmë neve, në gjuhën e Europës qendrore, pra në toponimet polake. Ky është një mbishkrim i kushtuar Dionisit, perëndisë ilirëve, por sidomos të thrakasve. Pra siç e kam thënë në të gjitha filmat e tjerë, gjuha helene është gjuha pagane e perëndive pagane, të cilat ishin universale për trakët, pajonët, ilirët, helenat, madje dhe latinët. Pra, siç e shikoni këtu në të kuqe, kjo është në rastën kallëzore Bosken, një lloj si në shqip bjeshkën. Kështu e gjeta. Është zbulimi im, si të gjitha zbulimet që ju kam treguar deri tani. Pra unë jam i pari shqiptar në botë që kuptoi që ilirët flisnin dialektin dorik, të dashur shqiptar, dhe kjo është fjalë dorike, të dashur shqiptar, është gjetur në tekstin e gjetur në Thraki, dhe nga Thrakia kjo kalon si toponim në Europën qendrore, në Poloni, me kuptimin Beskidet, bjeshkët. Për të siguruar përfundimisht që kam të drejtë, ja dërgoj këtë profesorëve të ndryshëm, po ashtu bashkëpunoj edhe me inteligjencën kompjuterike.
Ky është teksti origjinal që unë i dërgoj inteligjencës kompjuterike dhe në studimet franceze kjo quhet gjuha pellazge. Kjo quhet gjuhë pellazge dhe do të tregoj unë përse. Ta shënoj para syve tuaj. Ky fragment i shënuar me të verdh tregon që ilirët sipas francezëve e shkruanin gjuhën helene me gabime, dhe kjo nuk është e vërtetë. Ky është dialekti dorik të dashur shqiptar, dhe këto nuk janë gabime. Këto janë mënyra se si ilirët flisnin helenishten. Ata shkruanin ashtu siç e dëgjonin dhe ky është zbulimi im epokal. Pra të gjitha këto korrigjime që janë bërë nga arkeologët francezë të këtij dokumenti të gjetur në Thraki, nuk janë gjë tjetër veçse në fakt fjalë origjinale ilire. Kjo gjuhë ishte e ngjashme me helenishten, por jo identike, ishte dialekt më vete. Këtu është përkthimi në anglisht i pastër dhe këtu janë përkthyer si kullota, pra bjeshk. Në polonisht kjo është Beskides, ndërsa në gjuhën trake kjo ishte Bosken në numër 1-jes. Në polonisht dhe në shqip ka hyrë në numrin shumës bjeshkët të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra po të mos kisha udhëtuar për në Poloni, ndoshta nuk do e kisha gjetur dot kur origjinën e fjalës bjeshka të dashur shqiptar. Pastaj i lutem inteligjencës ta përkthej në shqip dhe ky është përkthimi. Të dashur shqiptar, ky është përkthimi epokal i bërë në anglisht dhe të njëjtin tekst e kam përkthyer me ndihmën e inteligjencës kompjuterike në shqip. Inteligjenca kompjuterike përdor numrin shumës për kullotat, ndërkohë që në origjinal është në rastin kallëzore kullotën dhe bjeshkën, siç e kam shënuar dhe unë. Pra, ky dokument është në formë të dëmtuar në fillim dhe fillon: nëse dikush le të betohet nga Dionisi dhe le të detyrohet. Pra ka vende të dëmtuara në dokument, pastaj është i plot. Çfarëdo që një tregtar e padit një tjetër, le të gjykohen para të arfëmve të tyre, dhe çfarëdo borxhi që u detyrohen tregtarëve nga trakasit, mos lejohet anullimi i këtyre borxheve. Për tokën dhe kullotën ose bjeshkën, në gjuhën ilire ishte bosken, që zotërojnë tregtarët, këto nuk duhet marrë. Asnjë pikë ushtarake nuk do të dërgohen kundër tregtarëve. Asnjë garnizon nuk do të vendoset në Pistiros, as nga i vet, as duke lejuar dikë tjetër. Pronat e pistrojve nuk do të rishpërndahen, as nuk do të lejohet dikush tjetër ta bëjë këtë gjë. Prona e tregtarëve nuk do të konfiskohet as nga i vet, as nga njerëzit e tij. Asnjë taks nuk do të vendoset për rrugët për mallrat që importohen në Maronea nga Pistiroi apo nga pikat tregtare ose nga Maronea në Pistiro dhe pikat tregtare të Balena. Tregtarët do të hapin dhe mbyllin në të njëjtën kohë, ashtu si në kohën e Kotës. Unë as nuk do të burgos, as do të vras, as do të konfiskoj pronën e asnjë banori të Maroneas, qoftë i gjallë apo i vdekur, as unë vet, as ndonjë nga njerëzit e mi. Asnjë nga poloniatët apo thasianët që janë në Pistiro nuk do të vras, burgos apo konfiskoj pronë, qoftë të gjallit apo e të vdekurit, as ata vet, as ndonjë nga njerëzit e tyre. Nëse ndonjë nga banorët që i përkasin tregtarit, përveç se dikush i bën padrejtësi atij. Një garantor çdo vit. Pra çdo vit kjo kontratë duhet të ripërtërihet. Pra ky është teksti i ndonjë traktati ose dekreti që rregullon tregtinë, të drejtat e pronësisë dhe procedurat ligjore midis tregtarëve grek, ilir, trak, nga Maronea ose Apollonia dhe autoriteteve trake. Tani kjo është me të vërtetë madhështore sepse betimi bëhet nga Dionisi, perëndia e rëndësishme në Traki dhe Iliri, e cila përbuzej nga helenët vet. Fjalë për fjalë, Dionisi vjen nga Dioni, që do të thotë hynori në gjuhën e gjetur në Iliad. Fjalë për fjalë, hynori, të dashur shqiptar, dhe këtë zbulim e bëra gjatë regjistrimit të filmit. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, ky është filmi më spektakolar deri tani,
sepse tregon origjinën ilire të butrintit. Pra bjeshk është fjalë e dialektit dorik. E sigurt. Varianti në kallëzore është gjetur vetëm në shqip, në trakisht, por jo në greqisht, të dashur shqiptar, nuk ekziston. Në greqisht është voski në rasën emrore dhe voski në rasën kallëzore. Grekët e kanë huazuar këtë nga gjuha trake ilire, të dashur shqiptar. Pra greqishtja është gjuhë universale, enciklopedike. Për fat keq, zonja Elena Koçaqi ka të drejtë. Gjuha greke është gjuhë enciklopedike. Ka të drejtë, duhet ta pranojmë. Ky është zbulimi i saj. Përse fjalën bjeshk nuk e zbuluan antarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë? Sepse kjo fjalë nuk është regjistruar, është gjetur nga unë në dokumentet trakase. Betimi para Dionisit, perëndia trakase, nga fjala Dion, hynor, në Iliad. Lidhet me fjalën ditë të shqipes, pra me fjalën Tiavat, perëndia e diellit tek hititët, që është gjuha më e vjetër indo-europiane e gjetur e shkruar në Azinë e Vogël. Pra, perëndia Dionit, Dionisi, i detyron tregtarët që t'i mbahen kontratës dhe kjo kontratë duhet përsëritet. Fjala kullot është bjeshkën në rasën kallëzore. Dhe tani të shikojmë se si autorët më të mirë të akademisë, më të madhërishme, akademisë austriake, nuk arritën ta kuptojnë fjalën bjeshk. Nuk arritën. Të dashur shqiptar, ky është shpjegimi që është bërë nga të gjithë etimologët më të shquar të botës. Fjala bjeshk për herë të parë është vënë re nga Gustav Mahleri dhe ai e bashkon brenda shqipes me fjalën byshkë, që i thon pyllit. Ai e bashkon me fjalën buska, të gjetur pikërisht në gjuhën provenciale, një dialekt i gjuhëve romane. Ai e shoqëron me fjalën byshe në gjuhën franceze, që i thon urës së zjarrit. Pra, është gabim. Nuk lidhet fare me fjalën ura e zjarrit, të dashur shqiptar. Këtë fjalë janë përpjekur ta shpjegojnë gjigant të tjerë. Skoku e nxjerr nga fjala latine basilika, që i thon kishës. Pra çfarë lidhje ka fjala kisha me bjeshkën? Jokli, për arsye fonetike e kuptimore, thot jo. Kjo ka ardhur nga fjala bjer, do të thënë bie. Dhe sipas Joklit, nga fjala e imagjinuar bjershkë, pas ka ardhur fjala bie me ra dhe bjeshkë, do të thënë mal që bie, mali pjerrët. Këtë shpjegim e mbështet Bartoli, Zborniku dhe shkencëtarë të tjerë. Pra janë me dhjetra autor që përpiqen ta gjejnë këtë fjalë. Por unë kam parë këtë fjalë tek Beskidet, pra në Poloni. Dhe nga kjo u nisa me kuptimin që duhet jetë huazim nga trakishtja. Pra unë kam të drejtë. Kjo fjalë nuk del në ngulimet e Greqisë dhe të Italisë. Del së pari si emër vendi tek kronika e Gjon Muzakit e vitit 1510. Castello che si chiama Biesca, et altri castelli assai che sono in Kerminissi et Amandia, me kuptimin Matja, Amadia, pra krahina e Matit. Aty është gjetur për herë të parë si emër vendi, Biesca. Tek autorët e vjetër të veriut e ka Bogdani, tu erëzuem prej bjeshkëshit fort së naltash. Pastaj del tek kuvendi i Arbënit, e mbë të nalta bjeshka. Del në Sulovë, bjeshgë, pyll shkuresh i dendur. Pra, të dashur shqiptar, gjë më bukur është se në gjuhën shqipe dhe në gjuhën helene, jo vetëm që del fjala bjeshkë, por e qërem çabej, nuk e di, por e kam gjetur unë, që në gjuhën helene dhe do ja tregoj në filma të tjerë, gjendet dhe banori i bjeshkës, që është bjeskataj në numër shumës. Ishin ilirët që banonin në bjeshkë, ndërkohë që në Shqip kemi bjeshkatar. A nuk është kjo madhështore, përtej imagjinatës njerëzore? Bjeshkatare është në gjuhën shqipe një grua që bën bulmetin në bjeshkë. Kjo është e pa imagjinueshme, kjo që po shikoni. Pra, kjo është një fjalë bukur ilire
Dhe Kristoforidi madje ndroi emrin e tij shqiptar në emër grek, që do të thotë mbartësi i Krishtit, dhe nuk e kuptoi që fjala bjeshka vjen nga boske, që do thotë bjeshk në helenishten e lashtë. Pse? Sepse në greqishten e sotme fjala boske është bërë voski të dashur shqiptar dhe rasa kallëzore është e zhdukur. Pra Kristoforidi nuk e njeh greqishten e lashtë. Ai ka përkthyer Biblën dhe nuk di greqisht. Pra fjala beskide është në Poloni, është madhështore dhe është nga varianti dorik i gjetur edhe në Thraki nga unë të dashur shqiptar, dhe absolutisht asnjë shkencëtar në botë të dashur shqiptar nuk e ka ditur që kjo është fjalë e dialektit dorik, sepse askush se ka lexuar Plinin të dashur shqiptar, i cili thotë që ilirët flisnin dialektin graja, që do thotë Demetra e thinjur të dashur shqiptar, një lloj si Akaja, do thotë ankthi i Demetrës, emri i Akajas i Helladës, emri më i lashtë i saj. Tani e kuptuat përfundimisht që jam i vetmi shqiptar në botë. Nga miliona shqiptar në botë jam i vetmi. Jo të më kaq, jam i vetmi studiues në botë që kuptoi që ilirët kanë folur dialekte helene. Dhe fjala bjeshk vjen nga dialekti dorik, bjeshkën, që është gjetur në dokumentin Trak, betimi para Dionisit. Është e paimagjinueshme kjo që kam bërë. A nuk e meritoj unë më shumë se çdo shqiptar tjetër në botë doktoraturën? Ju lutem bëni një peticion Akademisë së Kosovës, ndoshta me zemër në dorë do përpiqen të më ndihmojnë. Akademia e Maqedonisë, Universiteti i Tetovës, ndoshta mund të më ndihmojë. Arbëreshët në Itali ndoshta do më ndihmojnë, sepse shqiptarët nuk duan të më ndihmojnë në Shqipëri. Ata kanë zgjedhur një shërbëtor të Sorës si kryeministër, kanë zgjedhur gjithashtu Sali Serbin, udhëheqësin e opozitës, dhe po e shkatrojnë Shqipërinë të dashur shqiptar. Ju lutem më ndihmoni ashtu siç po ju ndihmoj unë të dashur shqiptar. Jam duke pritur për ndihmën tuaj.